Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falënderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun që takimet tona t'i bën të dobishme, të frytshme, ndonjë dhe shpërlyera ditën e gjykimit. Kemi ardhur te kapitulli i zakoneve dhe i praktikave të përditshme të njerëzit. Pas rregullimit spaku me tekst dhe me ligjerim, se në praktik ka domethënë punë që kjo të jetësohet dhe të manifestohet që duhet, po spaku alhamdulillah Allahu na ka ndëruar, na ka mundsuar që të mësojmë se çish ndërtohet raporti me Allahun te barekuta edhe në kuptimin e adhurimeve në aspektin e jashtëm, po edhe në kuptimin e funksionimit të adhurimeve në aspektin e brendshëm. Kemi thënë që autori tash ka filluar në pjesën e dytë, nga se librin e ka ndonë në 4 pjesë, është pjesa e dytë që ka të bëjë me zakonet e përditshme, adat, ose thuaj, domethënë me raportet ndërnjerëzor të brendshëm mes njerëzve. Në takimin e kemi më për ushqimin, apo kena hoj për ushqimin. Edhe pse domethënë tema e ushqimit mund duket e zakonshme rëndon, po ka dalë interesant në pjesën e saj të trajtimit, nga se ushqimi sa që duket i thjesht, po për jetën e njeriut ka rëndësi. E veçanërisht për besimtarin i cili çdo kafshat që han e përjeton si begati të veçantë Allahut në raport me të. Sot do të flasim për një temë tjetër që është gjithashtu e rëndësishme, edhe pse ndoshta shumica prej neve kemi kaluar si akt, po ndoshta si kuptim, padyshim ka shumë çka me u investuar aty, andaj autori flet për martesën. Edhe ajo që ka të bëjë me martesën. Normal martesa është një projekt i rëndësishëm jetësor, një akt jetësor i cili është i veçantë dhe specifik për njeriu. Mirë po, nuk është veç formalitet. Ka shumë gjëra, domethënë që kanë të bëjnë me martesën, e që ndoshta na si musliman shpesh herë ose ignorojmë ose si kemi parasysh, dhe jeta pastaj nuk funksionon në mënyrë më të mirë të mundshme. Të nderuar vëllezër, nëse Allahu te barekuta na ka mësuar çysh njëri me jetu vet, kur i vet çysh më apo çka më kur i me dikon tjetër. Çka të më mëne kur tash ti bëhesh një lloj kujdestari edhe bëhesh një vëllim mbikëqyr si dikujt tjetër. Në këtë rast gruas, pastaj edhe fëmijëve e familjes në përgjithësi. Autori flet për martesën edhe nga aspekti i ndërtimit, po edhe nga aspekti i funksionimit. Mas pari e përmend se është padyshim piknisja e çdo trajtimi është dispozita sheriatike për këtë çështje. Fetarisht martesa çfarë dispozite ka? Disa autori ka thonë që është mustahab, është e pëlqyer, por shumë nga dietarët e kanë përmendur se martesa është mubah, e lejuar, e cila pastaj kalon për të gjitha nivelet e dispozitave juridike. Mund të jetë e pëlqyer, mund të jetë obligative, mund të jetë për dikën e papëlqyer, ka situata kur martesa për dikën është haram. Andaj martesa në esencë, baza e saj, origjina e saj fillon nga të qenë diçka e lejuar. Pastaj, varet nga situata dhe rrethona e njeriu, e merr edhe trajtimin e veçantë juridik me dispozit caktuar, qoftë e pëlqyer, qoftë mund të jetë edhe obligim, sikurse do të aludon autori në vijim edhe në këto situata. Duke mos u thelluar shumë në aspektin juridik se çka është martesa, autori kalon tek, domethënë, dobitë e martesës. Të ndërvëzër ndoshta me i ndru pak qasjen, do të kemi ma mirë, ma letë me kuptu. Kur flasim për dobitë e martesës, realisht ne flasim për qëllimet e besimtarit në martesë. Pse? Për shkak se shariati ka përcaktuar çdo dobi, të cilat duhet të jetësohen përmes martesës. Andaj nëse feja çdo me i ka thonë dobi, unë e bëj një jetë që çdo dobi me i arrit. Prandaj këto njete duhet me qenë prezent te muslimani para martesës, por edhe gjatë martesës. Nëse disa njete nuk është mundësia mi aktivizuar sot.
disa njerëz ndoshta kanë kaluar. Megjithatë duhet të kuptuar se martesa do mund pasurohet me niyete. Martesa udhhiqet drejt qëllimeve të caktuara, drejt jetësimit të objektiveve të caktuara. Nuk është thjesht diçka që duhet me ndodh, edhe pastaj kalon në binart e rutinës e të zakonshmës, edhe shtyhet që ashtu gjysh ka mundësi me shku. Dikun shkon lehtë, dikun shkon vështirë, jo nuk është kështu. Martesa fetarisht është një bashkëpunim mes dy palëve për jetësimin e objektiveve madhore që Allahu te barekuta i ka përcaktuar të jetësohen përmes kësaj martese. Dhe nuk është institucion veti martesa, është domthonë ndërtuar në rregulla, në objektiva, në qëllime kështu me radhë. Cili duhet të jetë ose para kësaj të ndërrohet topika që ti përmendim në vijim, fatkeqësisht, domthonë në njetin që e kanë njerëz më martu, ose që janë martu, domthonë fatkeqësisht shumica nga këto pika nuk janë funksionale, nuk janë prezente. Martohen për shkak se ndoshta e kërkon natyra e tij, domthonë njeriu që Allah ka kriju në kërkesë të çiftit tjetër, ka koha, po shkojnë vjet, domthonë këto mund të kenë zakonisht shtytësit kryesor për martesën. Mirë po, ato që i përmend autori mund të jenë, padyshim të muslimanët janë, po a janë me përmasa të mjaftueshme, a janë funksionale, a janë të përditshme, veç në sot konsideroj që domthonë situata nuk është bash e mirë. Andaj autori kur filloi me fol për dobit e martesës, që na mund të themi njeti i martesës, që duhet të pas ti njet kur të martohesh, është e para autori ka përmend, thotë fëmiu dhe shtimi i llojit. Qëllimi kryesor është fëmiu. Nga qëllimet kryesore. Sot fatkeqësisht, çështja e fëmijës është e dorës së tretë e të katërt, nga se ka tjera prioritete, shtyhet, pa arsye, prolongohet, ose pengohet, ose kështu me radhë. Andaj martesa fetarisht nuk ka kuptim pa fëmijë. Ai që sprovohet nga Allahu te bartoj ka çka tjetër. Por në jetën e tij do të më kanë fëmiu i cili nuk mund të bëhet pa çiftin tjetër. Nuk mund me bazë femra vet, as moshë vet, duhet të bashku për të qenë fëmiu. Thot pse është fëmia nga dobit? Për shkak se, domethënë, Allahu don që me met lloj njerëzor që nga mesi njerëz me pas kush e adhuron Allahun te barekuhu teala. Në mesi njerëz me pas ata që e adhuron Allahun te barekuhu teala. Thuhet në israeliate, Allah alem, po e kam përmend don dietarët si rrëfim se vllau i Jusufit alayhi salatu wasalam, që e ka marrë Jusufi, dhe kur ka shumë vllazit, ai që ka pas vlla pinon se pi babës. Se vllazit e tjerë që kanë gjuajtur në bunar kanë qenë vllazën pi babës. Nonë i kanë pas ndryshe. Ndërsa ai që quhet në rrëfimet e israelie e ka pasur Benjamin, ai ka qenë vllai i tij, tamam i nonës dhe i babës. Thuhet që kur i ka koha më martu, domethënë ka pasur një mërzie, domethënë më martu ende se ka gjetur Jusufin alayhis salam. E thuhet që i ka thonë baba i tij opton se brenga për vllahun duhet me u dominu me kënaqësinë e Allahut që të shtohen ata që Allahun e mandojnë mi tokë. Nëse e ke up një vëlla, shtoj tjerë që Allahun e mandojnë apo. Nëse kanë up një, ti shtojmë tjerë apo. Domthonjë që Hilla Jakubit azum ka qenë që me ushtu njerëz që Allah t'i bëjnë sejdë. Kjo qëllim madhor. Allahu a don me ushtu musliman po. Andaj ti e bën jetë që me ushtu fëmia, që në shtimin e fëmijëve nesër shtohet dikush mund të kon hafiz i Kuranit. Ti një hafiz e ke shtu, ti e ke shtu një dordhënës, ti e ke shtu një bamerës, ti e ke shtu një që bën sejdë, andaj që kjo është një ti madhë. Andaj të nërrodhër, shikoni kur i të bashkërë ndërtojt mbi këto baza madhore, që një madhore, apo na kena projekt, na kena qështë madhore, qështë banale bim pas të jepën. Se na e na bashku për një projekt madhor, na e na bashku për me rrit, apo, tash, s'po thamë, të së në rritu metin me shifra, po me gjithat, gjithë kush ka, me numër mjaftueshëm ose mërane mundësive, e ka këtë njetë. E dyta, e dënë pejgamberës mështimin e muslimanëve. Nëse ka thonë, pejgamberi s.a.s. të zëvëgju el-vadud el-valud. Martoni me gra që realisht janë të afërta, kanë prilje për me të ofru dashni.
edhe që lindin, nga se unë do të mburë me juve ditën e gjykimit. Dhe pyetja është për shembull se njëri kur del tek pejgamberi sa, sikurse për shembull njerëzit që japin sot apo edhe na mund më mburr, xhamati jam I kap çikaç. Sa I dha ty çikaç apo çfarë mirë ke bëu ose sa puni kryet ti se ti mburrësh me si xhamat ose ndoshta si hoxh me tjetër, jo kuptim të me një mazit arrogancës, po e keni falloj mburrje kur pe meset të xhamatit dikush ka bëu. E tash pejgamberi sa thot mbuna para umeteve apo. Se çu umet jam sa adhurus ka sill, çu umet jam sa rob të Allahut I ka sill apo. Në raport me pejgamberët e tjerë. Prandaj Allahu xhallahu ala don kët e ka thënë pse e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithashtu domthon e ka përmend një çështje më rëndësi që duhet me kuptu drejt. Duhet me kuptu drejt apo. Shiko, besimtari të ndërrohet vëllazër është shumë interesant punë e njëjtit apo. Ai bën njëte. Sa nga ato jetëson, sa nuk jetëson, nuk ka çrëtim asnjë apo vëllai. Andaj këtu për shkakun që bën një jetë që ka nevojë për një kuptim pak më të thellë, mund të keq kuptohet. Domthon, e bën jetë fëmijën me lind, që të jetë adhuruesi I Allahut, të jetë njësi Kuranit, të jetë kontribues për mirës për vendin, për shoqërinë këtu më radh. E dën Allahu kët, e dën pejgamberin. Thotë e treta, thotë bën jetë fëmijë I cili nëse vdes para ti I bën shefat ditën e gjykimit apo. Unë bën jetë për fëmijë. Ka më diçka fëmijë që ka me lind, nuk ka me jetu apo më. Nëse nuk jeton, ajo në xhenet. Sa është nga fëmijët e falën, fëmijët e muslimanëve shkojnë në xhenet. Xhilafet e fëmijët që nuk janë të muslimanëve, apo që vdesin para moshës madhore. Ndërsa për fëmijët e muslimanëve s'ka më spojtim apo. Ata sikur I ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të pështetur për Beitul Ma'mur me Ibrahimin alayhis salam, I ruan Ibrahimin alayhis salam deri sot takohen me për xhenet. Andaj ata ndërmjetësues. Ashtu domthon e bën jetë një fëmijë I cili nëse jeton çka është një jetë jam. Nëse nuk jeton, prapë është investim I qëllum. Apo, se e kumçunje për para I cili ma lëson punën për xhenet apo. Shikoj, në çdo situatë muslimani ka të hapur rrugën për me, I dhon kuptim veprimit të tij edhe angazhimit të tij apo. Dhe kjo për shkakun po diku më kon absurde. Çish më unë me mdek fëmijë. S'po them që ti më me fëmijë apo. Po ka mundësi me dek fëmijë? Ka mundësi apo. Kur dek fëmijë për shembull, njeriu s'ka vakt më për jetë. Ka mërzi ka kështu më. Kur kalon diku pa ata një hub hasapi. Para se më ndodh. Nëse kur nuk des. Apo, nëse des, për shembull në lindje des pas një muaji, I des kur vjen shpirti apo. Ai është xhenet li apo. E nëse një xhenet li e atje, e keni argat kogjat mallçi, Allahu s'ia kthem se nuk ka gjuna çore, kur gjuna s'ka bo. E kur ka s'ka bo. I pasës I loti, I kujdesun e I rritun te Ibrahim alayhis salam. Prandaj është çështje madhore apo. Është se madhore që besimtari edhe me këtë njet e kupton se kjo nuk mund bëhet pa martesë. A ki mundsi me çuar gat atje pa martesë? Ki mundsi apo? A ne martuara për fëmijë. A gjallë e kanë këtu, dekt e kanë këtu, në çdo situatë e fitimtar apo. Thot pastaj nga dobit është, domethënë, është me umbrojt nga cytet e shejtanit në ngacmimin e psharrak. Se shejtani tash ngacmon edhe pjesën e epshit, edhe pjesën e dilemave, po. Tash, momentin kur ka menimes dietar që shujnë dilemat, të I mbrojtin nga cytet e shejtanit, për shkak se çdo cytet që ta bënoj, ti e ku më gjet. Po në kuptim të epshit, me kon familja, gruaja, ose për gruan burri. Nëse ngacmon pjesën e psharrake, ka ku e shuan këtë ngacmim të shejtanit apo. Gjithashtu thotë në këtë ka edhe terwihun lin nafs. Ka edhe normalisht gruaja po flas për burrin, po edhe burri për gruan, po në esencë gruaja për burrin është një qetësi shpirtërore, në esencë. Me kon qetësi që Allah xhallahu ka quajtur, second. Thotë edhe është gjithashtu një lloj shoqërie e veçantë specifike që e përmbush njeriu apo. Don realisht martesa është nga dobit e martesës ose pinjete është që njeriu me gjet një lloj prehje ku e gjen një shoqëri ku përmbushet që nuk e gjen kërkon tjetër atë. Prandaj edhe aspekti intim mes bashkëshortëve, privatësia, diskutimet e brendshme janë të llojit që njeriu sulmon me kërkon çfarë ato. Edhe çfarë lloj muhabetesh, jo një kuptim e psharrak, po muhabete të brendisë kështu më radh ku njeriu përmbushet, nuk mund me gjetë te kërkosh. Andaj edhe kjo është një prej dobive që realizohen.
Gjithashtu autori pe dobive, tash po pe dobive të pinjeteve, të veç të anjeteve, thotë është që tefrigul qalb. Tefrik arabisht thonë zbrazje, që kjo kur të derdhësh i thonë farraktul kas, e kom zbrazë. Thotë me zbraz zemrën, pe çkafit atë. Njeta të nervozë ka angazhime. Ka angazhime. Çdo angazhim i caktuar jetësor apo e nxen në vend jetën tonë edhe në zemrën tonë. Edhe sa më tepër zemra zihet me këto, normalisht ngushtohet hapësira e përkushtimit në ibadet. Normale ka puna. Ngushtohet hapësira e përkushtimit në ibadet. Tash, autorit e kur të më gruan shkarkosh nga çështjet e, për shembull, rregullimit të shtëpisë, teshave, ushqimit, shumë sa që janë të domosdoshme, njeriu mund të lirohet për to që hapësira që këto të përditshme kanë zonë të njëri mund të përmbushet me, për shembull, ibadet, me dhikr, me punë tjera. Kjo sot me mujt me dal dikun se jo, nuk ka çështja dunja me dunja, po zbrazja e dunjas për me lënë sa më shumë hapësirë për ahiret apo. Nga se ajo që i konkuron ahiret në dunja është dunjaja, ahiret në zemër është dunjaja. Tash kjo dunja mund të jetë e luksit, mund të jetë e domosdoshme, s'u hektë ato, është domosdoshme. Pra me hungur bukë është domosdoshme. Apo tash çka kimë bëu, çish kimë bëu, ka pa për kur njëri student. Sa do me kon i përkushtuar lexim, duhet një kumja kushtuar edhe bukës, është normale apo. Kur martohet, çat pjesë ka gja të kryme apo mëresh. Nëse gruaja është që i bën bukën, po them se nëse se bën bukën, po them nëse e bën bukën, se ky autori flet për situata normale apo normale. E tash në çfarë apo? E zbraz zemrën nga këtu apo. Po edhe gruaja e zbraz zemrën nga se dikush duhet të më kujdes për ta, dikush duhet për shembull me tash gjithkush i nxjerr burri i nxjerr një pjesë dunjas të gruas nga zemra, që ajo çat pjesë e mbush me ahiret. Edhe gruaja një pjesë të dunjas e nxjerr nga burri që të mbushet me ahiret. A një bashkëpunimi i mrekullueshëm është ky apo kur ti një pjesë dunjas që më ka mundu e nxjerr, e unë e nxjerr një pjesë dunjas të ti që të ka mundu, e çato pjesë i mbush me ahiret. Edhe nuk është ajo e logjikshme që nxjerr dunjas se po në dunja më shumë është ti apo se për dunja apo nuk është dobia e realizuar. Dobia e realizuar është kur domthon hapësira e dunjas që domosdoshmë ta merr hisën e zemrës e liron për me qenë domthon në përkushtuar në ahiret. Dhe gjithashtu prej qëllimet martesës që janë të dobishme për njerin është domthon mujahadatu nafs. Domthon duhet me bën njëri përpjekje të vazhdueshme në rrugt të Allahut te barutalla për më kujdes për familjen e tij. Kujdesi për familjen, edhe në kuptimin financiar, edhe në kuptimin e sigurisë, edhe në kuptimin e të fesë, apo çka përpjekje është sevap tek Allahu i manduar. Përpjekja e gruas për me siguru burrin një ambient të mirëfillt të shtëpia, më kujdes për shkakun për fëmijët e kësaj radhe është xhihadi i saj. Xhihadi i burrit është në forma tjera, në raport me shtëpinë. Prandaj çka xhihad nuk mund të mësoni se s'ka martesë. Prandaj autori thotë, domthonë në kujdes. Gjithashtu edhe xhihadi që duhesh me manifestu në raste të, për shembull, mos përputhjeve, mos pajtimeve. Po. Domthonë e bën jetë që prit Allahut nëse kemi diçka unë kam e hesht. Prit Allahut kam e këshillu, edhe kur e bën jetë, këtu ka sevap. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë i garantoj një vend midis xheneti, kush i lën polemikët atë kur e ka mirë. Mundsi e mirë është kjo. Kjo nuk është kur për shkak të feje. Nuk e shoh fen, atë unë kam mirë, jo, nëse po flasim kur haku, domthon rrezikohet, kur batili e kota e merr dominimin. Jo në këtë citat. Po çështje teknike, çështje caktuara familjare, apo marrë domthon. Edhe me hesh citat caktuara, apo edhe kur e ke mirë, hesh prit Allah të manduar, çaj xhihad nuk ka leta. Nuk ka let me gëlltit njëri, për shembull, një falloj mlefja apo pezmi caktuar që me ecë puna mirë në familje apo. E kjo që më përpara hapa në xhenet, hapa në xhenet apo. Andaj çka nuk ka mundësi më razon se ki dikush që ka mundësi të provoku kërë, ka mundësi të më të prish kanë ato. Prandaj nuk duhet me prit pajtueshmëri të plot 100% me gruan apo. Ase kjo është utopike. Apo
Me thonë dikush, gruaja jam kur një temë s'm ka thonë jo. Ka kësi njerëz atë, po mua nuk më duket normale. Normale është me ton kanë riu, me ton kanë se ki mirë, apo se ka ndonjë me pejgamberin sa më ke punë. Nëse gratë natë besimtare kanë pas pejgamberin që dini, ka pas situatë kur domthon është bërë çështje në Medinë, punë të familjes pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas me Aishën, dini, kur ka ardhur Abu Bekri me ndërmjetësu, tani me ndërmjetësu Abu Bekri ka ndërmjetësu pejgamberi, se Abu Bekri ka mësuar Aishës radhiyallahu anha kanë çush po flet me pejgamberin kështu apo. Pastaj për shkak kur e kanë janë bu bashk me Hafsën radhiyallahu ta'ala anha e kanë bu probleme. Surja Tahrim që ka zbrit, e kemi komentuar. Ose për shembull kur te pejgamberi me një situatë ka ardhur pasuri e caktuar. Ka pas situatë kur s'kan pas, ka pas kur kanë pas. Është ka një pasojë caktuar si pasojë e plaçkës luftës, si pasojë e përmirësimit të buxhetit shtetëror, ton ka përfituar dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe gratë jo mbledh kanë thonë, por kon puna me dru, unë i kanë dru, s'ka pas, ama tash punë jam me ndër standardin pak. Edhe kanë lipi pejgamberin, do na me hongër më mirë, do na më vesh më mirë. Këto janë diskutime të normalshme. Apo ata pejgamberi s'u ka thonë për shembull që çysh jo na po mundë për hajrat na normale me kërku gruaja përmesim standard jetësor. Është normale atë. Nuk më kon lakmiçare, nuk më kon për pangopër, nuk më kon për mos mirënjohse. Kjo nuk ka rregull. E po gruaja më kërku me përmirësu shtëpinë, me ndru dosanë në shtëpi. Normale kjo punë. Se janë të krijuara me dashur të bukur. Burri sa çfarë shtopt. Burri është i krijuar për të shkapur. Burri si shkon me anja ndoshta këtu llambon ulçet apo më ata si shkon me amin rrugën. Në sens ka burra që po, në sens është çdo. Gruaja s'e doran. Apo për shembull, ata është lipa ndoshta kushtimisht po them vetëm jo me lyshpin, jo që sa gjithmonë ka mos pajtime. Grupi është tim si vjet tani vjet debati kanë çto punë. Dhe po domthonjë që kur ki mund si më plotësoni dëshirë të caktuar që e qetson atë dhe ja përmbush kërkesën për bukuri, përmbushja. Ka kjo don përpjekje. Caktuat mbrëmshme për me bind vetën tonë apo. E çikëtat autori është se va pyet apo. Çitosh me doni gjihadit tën raport me familjen tonë apo. Gjithashtu domethënë kujdesi fëmia këtë këto kërkojnë përpjekje të caktuar, këto dojnë përpjekje mund, që ky mund që e shpenzon këtë aspekt, është këtë mund që ty tek Allahu të ngrihet edhe të jap sevap. Apo. Prandaj edhe që e ka përmendur autori domethënë hadithin që është në Sahih Muslim ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin ودينار أنفقته على أهلك أعظمه أجرا الذي أنفقته على أهلك. Pejgamberi ka thonë dinari është parë e arit, dini është e arit, dirhemi është e argjendit, dinari është e arit. Kur një dinar thotë ti e jap fi sabilillah, në rrugt të Allahut. Një dinar të jap, domethënë me lirun i rap. Një dinar jap për një miskin. Thotë një dinar e jap domethënë për familjen tonë, për gruan tonë. Thotë sevapi më i madh këtë situatë është që ato që jap për gruan tonë ose për shtëpinë tonë. Ai të ndërozë kjo çështje nuk është e thjeshtë, sepse kafshata më e mirë që njëri e jap në gojë dikujt është kafshata e burrit që e fut në gojën e gruas së tij. Jo kështu bash direkt, edhe çështu ka mundëtor, edhe simbolikisht me kafshata edhe çështu, po qëllimi është te çështja e domethënë financimit të ushqimit që njëri e llogarisë një të madh dhe përpjekën për me siguru ushqim familjes e konsideron një lloj pije xhihadit që Allah për të e shpëlan tek në xhenet. Andaj këtu nuk ka mundësi më të sunë se s'ka jetë martësore. Andaj pinjetëve ka çta e bën një jetë që to vlera para se u martu me zysh hadith. Bën një jetë që shpenzimet që ti e bën, ti jetë shpenzim që ti tek Allah shpreson se va pa. Ekstremal. Pastaj aty thotë a ka martesa të meta? Ka. Normal. Nuk ka ndonjë diçka që është 100% e mirë apo edhe ose diçka 100% e keqe. S'është ai ka të veta apo. Po flas në aspekt njësor se ajo që është 100% e mirë është Kurani, Suneti, Tauhidi këto. Po flas në kuptim njerëzor. Çdo marrëveshje mes njerëzve mund të jetë dëbshme, po ka edhe të veta. Normal është kjo. Apo i ka dhënë të veta ndoshta negative. Andaj një duhet të pas parasysh të dy anë të medalës, edhe anën pozitive dhe anën që mund të jetë negative. Anën pozitive më pas parasysh që mbi të me ndërtu vizionin e tij për jetën dhe mbi të me diskutu kuptimin e zbashtuar me çiftin, me palën që ka më ndërtu nesër jetën apo. Do të vetëm çka më bisedu me zveti, çka më thon. Thuaj çto? Çto janë ato që më thon? Burri
ka aspekte vet, gruaja ka aspekte vet. Sikurse autori ka më idealizuar më tepër kur vjen puna tek burri edhe tek gruaja. Merë të fol veç për çështjen e martesës në përgjithësi institucion. Pastaj fillon me detajzuar edhe rolet e burrit edhe të gruas. Thotë nëse ka për shembull tmeta martesa, thotë atëherë mund të jetë domthon frika reale se nuk ka mundësi më dhën hakun. Autorët më veçantë thotë nëse për shembull njëri ka më shumë se një grua, atëherë me pas parasysh se Allah xhallahu ka përmendur drejtësinë, Allah ka përmendur kujdesin. Në njëri nëse ka domthon frikë se ka mundësi mos më bëu drejtësi, atëherë kjo e bën martesën të papëlqyer. Nëse nuk ka mundësi më dhën hakun apo. Nëse për shembull njëri apo din nga vetë se është zullumçar i madh, kjo domthon situacion nëse si e dorë nga çato praktika ka haram u martu apo. Nëse për shembull dikush është nga fatkeqësisht nga keq edukimi edhe nga llastimi i tepruar familjar për shembull, është zullumçar. Në shërbim kur ti bën dikush mund me konë edhe për shembull që zgjat dorën godet e kështu me radhë. Pas parasysh se martuosh i lën këtu, ama s'uni lën këtu, s'martuosh po. Për shkak se dhuna është e papranueshme. Nuk po më on dikujt vajzën ose më preferoj dikujna që dihet për shembull se ka mundësi mi buzullum. Është ndaluar. Mos po flas për parashikime, po flas për dyshime të bazuara, ki argumente, këtu, atëra, domthon derisa të përmirësohet, nuk se është padyshim, është ekspozim i një robërisht Allahu te barutala i një besimtare, një jetë të dhunshme familjare që nuk ka më zgjat shumë, por mund të jetë pastaj me pasojë të pariparueshme. E dini që pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur ka vet ajo gruaja për martu, për dytën ka lyp, njëri ka thënë për tyne, do nuk e largon shkopin nga krahu. Ka dy kuptime, shkopin nga krahu nuk e largon, është se u thon shpesh. Përpara kur kanë thuar që po atë çantën e ka vendosur në shkop edhe ka ecë me ta. Që ashtu e ka bajt. Çka një kuptim. Andaj ti marto me ta apo se ki burrin të shtëpia kur, do shikoj kur pejgamberi sa e përmend këtë aspekt, apo domthon se ka lëvduar me këto. A shikon që ky kurson të shtëpia, ja, nuk ka nxitë për martesë, po ja ka përmend ont negative të mira. Nuk ky burri i mirë, ama ke kujdes. Nuk ka që i bën se nuk është normale burri me mungushëm të shtëpia. Morë me mungu të shtëpia, për shembull, në periudhë të caktuara kohore të vjetit ose kështu me radhë, po në esencë burri më kon afër gruas vetëm. Ne keni pa pejgamberi veç betejë ku ka pas përleshje, apo si Uhud e kështu me radhë, nuk ka pas gratë me vetëm. Zakonisht në ekspedita, në udhime ka qenë çdo për shembull gratë i ka pas me vete. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nuk kanë qenë shart, cilën gruë me marr pejgamberi me vete në ekspeditë, kanë eduati. Pastaj edhe bilet në Uhud ka pasur gra që janë kujdes për të plagosur e muslimanëve. Ai esenca është ndërsa që njëri domthon familjen me pas me vete apo. Edhe udhimet e shpeshta, mungesa e tepërt nuk është on e ndryshme e jetës bashkëtorë. Ose kuptimi i dytë i ka thonë që ka kuptim, domthon nuk heq shkopin nga krahu, domthon ky ka edhe e përdor këtë shkop. Fatkeqësisht po pejgamberi ka thonë, çfarë kur ja ka thonë pejgamberi domthon këtë pjesë çka i bën kjo? Domthon ka ki kujdes, jo inkurajim, por ka qenë një lloj kujdesi. Kështu ti vetë çka po do të bëj, ama ky njeri çështë. Andaj njëri kur dihet që mund me pas diçka që realisht nuk i përmbush kërkesat bashkëtorë, e kanë obligimin ka zoti kujt apo. Kanë obligim. Që ky buri i mirë, ama i ka çto, ama çto djali i mirë, xhamat i mirë, ama don nëse ka një aspekt që më kallzu, për shkak se ndikon në jetë bashkëtorë, Ose ka thonë domthonjë që nëse pejtmeta është se mundet fëmia, gruaja don me zbej aspekt në durimit. Tu angazhu me ta, tu dal, tu najt, muhabete, kështu më radhë, një nisë me mungu në gjërata, një nisë me mungu në lexim, një nisë me mira namazin me xhamat, andaj kjo është pejtmetave. Normal, se ata bashkëtorët duhet me e fuqizu aspekt e devotshmërisë, jo me e dobësu aspektin e devotshmërisë. Për faktin se nëse ti vetë je në mejdan të betejës me shejtanin, apo edhe tash e merr edhe një për krahas, duhet më kon më i fortë. Apo, ti tash kur gruaja merr burrin, apo ai burri më kanë ashtu vëllai. Nëse dobësohet feja gruas, ai është me Allahun, e ndihmon gruas kundër shejtanit, është me shejtanin ndihmon
grus kundër Allahut me kanë jetë apo ose kundër e gruaja me kanë është apo. Andaj është normale, zhvillim normal është, domethënë që njëri kur martohet, martohet devotshmëria. Për shkak se mëkatet shumica është pa kohën. Për shkak se ato shikimet e moralit e tjera janë shumë i kujdesshëm për to. Pastaj gjithashtu domethënë serioziteti ngritet, tash nuk del gjithkohë shkoj gjithkohë ka dhënë un kompon, kam angazhim kam familje. Esenca është që të pjekët, e pjekuria zakonisht domethënë garanton shtim të devotshmërisë apo. Andaj këtu i kam përmend dietarët që janë ndoshta për të metra që më përmendën, edhe pse të vëllazër këtu i përmenda që njëri mi pas parish me i mat dobit, i mat metat edhe këqyra apo. Dikush ka mundësi që për momentin për shembull mund ta keni të metë që pa eliminu nuk i preferohet martesa, apo i ndalohet martesa. Dikush për shembull si ka këtu, është i sigurt edhe i ka mundësi, po edhe ka ndoshta nevojë, atë që mund të ketë edhe obligim martesën. Autori tash thotë cila duhet me pas çfarë cilësi duhet me përmbush domethënë gruaja që e kërkon. El maktuba, ato që e kërkon çfarë cilësi duhet me pas. I përmend autori 10 cilësi që duhet me pas. Padyshim se e para është feja. Me pas aspektin fetar, me qenë besimtare, me qenë e përkushtuar, me qenë praktikuese e fesë, nga se domethënë ti po do të mëni për krahas që të ndihmon me ndatu familjen me këtë bazë. Mirë, po dikë i cili nuk ndihmon, s'po them qëllimisht, po s'din ose është larg, është kogja problematika. Andaj e din që pejgamberi ka thonë atij sahabis, i ka thonë alejke bi dhati din, merr ato që ka fe, merr ato që ka fe. Nga se të ndonjë vëllazër për shembull, çka hala ditë, femra martohet për katër arsye ose katër aspekte. Domthon për shkak të pasurisë, prejardhjes ose autoritetit, bukurisë edhe fesë. Për shembull, nëse e ka pasurinë, e se ka bukurinë, pasuria ja kompenzon bukurinë te burri. Ja, jo. Ai porë të marrë më gjithë komë me zhik, ose komë shikuar ndikon që më bukur, ose s'ia përmbush aspektin e bukurisë gruaja. Nëse ka marrë grup për pasuri, apo nëse ka marrë për bukuri, apo kupton? Ama është e varfër. Don gjithmonë është ata komë shku ose i vjen një mundësi tek shamarrës se kjo ka dhe pasuri. Don gjithmonë një aspekt komë shpërfaq dobësinë e aspektit tjetër. I vetmi aspekt që don ti përmbush këtë tjera ato, edhe kursion është feja. Se kur është e devotshme, e sinqert, e përkushtuar, ka frikë Allahut te barë, ta kujdes me burrin e saj, i nështrohet, bukuria e këtij nështrimi, edhe bukuria e kësaj afërsie, realisht i kompenzon këtë metat e tjera që po kushtimisht mund të ketë në kuptimin e të tri tjerave. Edhe pse normal, këto të tjerat pastaj rrjedhimisht mas saj mund të jenë si kërkesë, por jo kërkesë elementare dhe bazike. Çështja e dytë, domethënë e përmend autori thotë husnul khuluq. Don me pas edukat mirë, me pas sjellje të mira. Mund me kon fetare, po e pa edukuar. Në takimin e parë kur takohesh për shkak ose kur rrin ose shaqi fjalorin e ka, sjelljen e ka, ulën e ka, don qëndrimin e ka, shaqi ka mungesë, nuk është e formën e edukimit që duhet. Pastaj gjithashtu thot pamja e duhur. Normalisht pamja e duhur e kanë pas përshtim dietarët, domthon me një mesatare. Që njëri rresht e ballafaqon pak me vetveten apo. Jo me kon shumë ndallim me burrin, po jo me kon shumë superiore me lyp njëri për te asaj që vetë meriton apo. Prandaj pamja është e kërkuar, por me mesatare. Por jo me tepru, domthonë edhe me bëu shpeshherë për caktues të vendimit për po ose për jo çfarë është apo. Mendoj që kjo vjen në radhë të tre sikurse e ka përmendur apo. Edhe pse normal ka pas nga dietarët që e ka përmend se njëri kur ka pas mundësi mi marr, për shembull ka pas 2 oferta, e ka marr një pse ka qenë me tmeta caktuara, por i ka tejkaluar tyrat në fe atë. Ato kanë pas fe, po kanë pas pa më shumë të bukur se kjo. E ka marr ato, don për me i dhon përparësi asaj që ka dhënë përparësi pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ashtu thotë me qenë gjithashtu që normalisht kërkon nuk është lakmiqare në mehr, po kërkon mehr me normalitet, nuk e shfrytëzon situatën, nuk e keq përdor,
për shkak se mehri është hak i saj, po nuk bën me mehr me ngarku burrin, që ai tani duhet me vite me pagu borxhe për mehrin e saj, ose një mehr i cili fatkeqësisht, domethënë jep tendencë të pavarësisë ekonomike ndaj burrit apo mësh. Unë du me kone pavarme, apo edhe lip para për pavarësi. Mehri nuk është për pavarësi. Mehri është hak i saj për situata të paparashikueshme që të gjindjen asaj mos me konë domthon e shkelën në kohën kur ndoshta nuk ka kujdestar. Që është esenca e mehrit. Edhe është një lloj dhurate që jepet për martesë. Mirë, po më marr mehri, për shembull, blipe një banesë, se nëse shkon puna mirë, dash për ti e kish pinë tonë apo për shembull. Ti pin start parashikon mundsinë ndarjes, edhe i merr masa që nëse ndodh apo krieta s'ka mundësi më shku mirë apo. Për shkak se në esencë është parashikuar, është planifikuar që me pas alternativa në rast të ndarjes apo. Gjithashtu, siç ka thënë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, mos e teproni në mehrin e grave apo. Gjithashtu e ka përmendur më që ato që i ka përmendur pejgamberi Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu, duhet me pas parasysh nëse është djalë i ri, mos ka qenë i martuar, në sens duhet me pas edhe grunë e tillë, virgjëresh. Që ka thënë pejgamberi Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu, se baba i Xhabirit është vrarë në betejën e Uhudit. Abdullahu është vrarë në betejën e Uhudit. Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, edhe kalon mas veti, domthonë dikon 7 apo 8 vajza, kum harrova. I kalon. Xhabiri ka qenë vëllau i vetëm, edhe kon shumë i ri. Edhe është dashur me marrë një gruë që kujdes për motrat apo. Edhe ka marrë një gruë dvej, që ka qenë më e vjetër sa i mosh, edhe ka qenë e martuar. I ka thonë pejgamberi hella bikran, sikur të kishte marrë një virgjëresh, se ti je djalë i ri, i bukur, i mirë, takon një virgjëresh me marrë kuptimin që me pas përshtatshmëri në jetë apo, kemë marrë tutje. Ka thonë ja Rasulullah, më ka vdek baba, më ka lënë motrat e manet. Me marrni çfarë po thu, ja kisha thënë motër apo njëjtë, nuk ka skirtit e mi qyr ato, i dorë me qyna, apo i kam 8 nuk kishin punont. Apo po kur do të marrni atë që është aft e pjekur me qyr, atëherë kjo ka qenë padyshim pekuria atash me madhe e Xhabirit, se ka sakrifikuar realisht atë pjesën më transmetesi për motrat e tij. Shkojnë në vend që kanë marrë njerëz, do të thonë, herët kanë marrë me punë tjera. Sot nuk marr çmë këshyr me marrë një gruë që ja këshyr prind, po marrë një gruë që arsye ikpi prind vapton, ose ikpi vllaut, ose ikpi fatkeqësisht kaje diametrisht të kundërta vapton. Ai ka marrë një gruë e cila ndoshta konë marrë me mësha ka pas mia japton. Sa aty nuk është lehtë me marrë një që s'koni martuar, dikon që është martuar, apo vapton. Ama ka marrë për shkak se i duhet me këshyr motrat, e kemi qenë i lirë për punë tjera të ibadeteve, edhe të angazhimit me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thonë që me qenë një grua që realisht i ka para dispozitat që lind. Ne nuk e dim apo. Po për shembull, është që nonën e ka, motrën e ka, tezën e ka që lindin, ka ndonjë për para. Po sot ka edhe mundësi të bën, ndoshta edhe situatë caktuara, ndoshta edhe kontrollet caktuara që përcaktohet që nuk ka smundje, nuk ka tmeta, edhe kjo domthon nuk është e keqe. Ka disa vende në botë arabe ku një prej, domethënë, pjesëve të rëndësishme të kushtimisht po dokumentave, se jo po dokumenta, po dosje, si do të më përmbush kur do më kërkon një vajzë, është me pas, domethënë, një farlloj raporti mjekësor që s'ka smundje ngjitës ose diçka caktuar, se mund të komprau burrë, edhe ka ndodhur, por mos ka kallzuar një tmë që ka pasur tani. Nuk ka pas mundësi me kry obligimet familjare në gruas vet, ose kundërta për shembull. Prandaj me gjet një gruë që realisht caktimin do të Allahut nuk e dim, pas paku i ka para dispozitat që kjo mund të jetë që linda thon. Gjithashtu ka thon edhe normalisht me kqyr me kon për shtëpisë të mirë, sikur se ka thon populli jon me kon e sojë të mirë thon. Ai përjashtimet ekzistojnë. Se s'ka faqika për shembull se është udhëzuar mbuluar që baba i saj ka qenë kriminal për shembull. Na por kjo sot përjashtuar. Po në esencë me shikoj ku ka bab. Në kjo që të na është qyr gjithmonë nuk është kjo pa bazë. Edhe vetë dietarë kanë pranuar, ku ka bab, ku ka non, ku është diku nëse rrit me haram të hongër për shembull, nuk është punë thjesht kjo, apo shumë sa janë që duhet të marr parash. Po edhe te burri me kjo domthon me çka rrit, me çka është ushqim, me çka. Ndaj të ndërmjet kjo është më rëndësia, është më rëndësi për shkak se ka këtu ndikojnë jetën me të tjerë me bashkëtorë. Edhe autori, kjo është mendimi i autorit, po edhe pse nëse kujtohet e kemi mësuar tek Ibn Hazmi rahimullah, e kam përmendur shumë dietar, domthon
ka mos pajtim, po megjithatë thot mos me kone e afërt. Dini në Islam lejohet deri në një nivel caktuar afërsia, po qëllimi i autorit është domthon se dietarët kanë përmend martesën me të afërmin, edhe në kuptim të gjakut, po edhe në kuptim të afërsisë miqësore të caktuar. Ka përparësi, po edhe ka të mjetë veta. Ka përparësi se merr dikon që dikon që ki afër, lidhet raporti më tepër. Po ka mund me kone kushtueshme apo se tani një diçka, domthon jo që e hubesh jetën bashkëtorë, po hub shoqërinë, hub miqësinë kështu më radh. Andaj është një të thënë thik me dy teha. Me pas kujdes shumë se domthon me dikon që s'ka pas raporte përpara, apo malet menaxhon mos pajtimet. Për shkak se ka hapësirë më shumë për tolerim. Me dikon që ki të afër për shembull, edhe nin që vajzën është sekretariatu që ai ka prit ato, për shembull kushtimisht lëndimi është më i madh, apo pitesa sigurisht që më bën ti këtë punë. Lëndimi është më i madh, andaj dyat janë domthon çështje që duhet më i madh. Nuk ka në asnjë situatë mund që kjo ka përparësi më shumë se kjo ka përparësi më shumë. Po varet nga situata dhe nga rrethana. Kështu spaku përmend autori. Thotë edhe duhet gjithashtu normal edhe veliu kujdestari i vajzës me shiku domthon tek çështja e djalit që po kërkon, me shiku fenë e tij, me shiku domthon moralin e tij, sjelljen e tij, këtë ato që duhet që mos mu bë martesa robërim për vajzën. Mos më thon diku që e trajton si rob, po e trajton si partner tjetër me dinjitet, me përkushtim edhe me respekt afton. Sikurse një njeri ka ardhur tek Hasan ibn Ali, transmetohet nga Hasan al-Basri rahimullah, i ka thon kujt më ia dhon çikën. Nuk ka bëj që ka martesë kujt më ia dhon. Ka një pi atij që ka frikë Allahun, që është devotshëm. Nëse i pëlqen devotshmëria jashtë dashnin, se jashtë mirënjohjen, jashtë respektit. Nëse si pëlqen spaku nuk e than. Po devotshmëria e ruan me pas raport spaku të menaxhueshëm raport me të aftën. Tash autori thot një kapitull tjetër i ri, rregullat e jetës bashkëtorë. Tash kemi pa vlera e jetës bashkëtorë. Tash e pam don kriteret që tu mi përmbush palët që realisht të bashkohen, e tash kur bashkohen, catën ato çështje që duhet mi pas parasysh. Thot se përket burri don që të jetë i kujdesshëm në drejtësi edhe në raport të mirë me gruan e tij, duhet të kujdeset për 12 çështje. I përmend autori 12 çështje që mi pas kujdesshëm. Çështja e parë domthon është ka përmend autori velimin. Velimi çka është? Me therr kurban edhe me vënë farllë gëzimi. Çka i bën kjo? Don pse këto e ka lidhur me të bashkëtorë? Për shkak se kur bën gëzim, tregon që i na gëzu, i na neru me këtë rast apo po më marr me çutë në shtëpi, çe çutë soba, rre çutë, kur fandushimi të s'pas ka për shpë korçi ka farpuna, apo thon. Andaj të ndodh gëzimi është treguar se na jena një mirë me këtë që na ka ndodhur. Dhe kjo nuk ka veç me martesën, ne kemi përmendur tek çështja e musafirit. Ibrahim i si ka dhënë musafir me herë ka qit mesh apo. Unë fort më luçi në ardhi apo. Ama një kur të shaq që ta bën një ujë të rrim pak, ani mirë ja, edhe në 3 minuta me koni mohabeti me kalluçi iza veç është opsioni aty koxha i afërta. Bana kur dikush të ofron e gëzohet të kesh të bën mohabet me kalluçi në ti i gëzuar që ka ardhur apo. Edhe këtu kur ti merr një grua dhe një më e bën njëri e bën velime, thirr njerëz që i na gëzuar, kjo po nevojë gëzime, kjo është një farë nderi edhe për familjen e gruas, edhe për vetë gruan që vajzën që ti e ke marr, nga se po kallzon se ju jeni gëzuar me këtë çështje dhe domthon e ndini veten kenar me këtë punë, prandaj edhe përhapni me të tjerë dhe ndani me të tjerë apo. Gjithashtu mos sill mirë me gruan apo. Çka thon pejgamberi alayhi sallam, istausu bin nisa'i khaira, sillni me gratë mirë, nga se gruaja është e krijuar edhe nga briri që ka nxjerrë Allahu Havan pe Ademit alayhi salatu wasalam, e normal briri nuk është i drejtë. Briri nuk është i drejtë apo. Nëse do me drejtu, çka ndodh? E than. Ka shkej bjen, don gruaja ka disa aspekte të natyrshme të tilla, çfarë ka më herët për shembull. Por e don dunjon më shumë se burri. Në kuptim zbukurisë, e don apo. Tash me afik këto, më është me thy. Se gjithë nuk kemi pas mos pajtim xhilaf me to. E thyri është mundoh. Andaj do kërkesa i përmbush brenda mundësive që realisht kanë të bëjnë me natyrën e gruas apo. Me gruas apo.
Pastaj për shembull të ndërvëllezër është e natyrshme që gruaja ka nevojë për burrin e saj në kuptim të qëndrimit sa më gjatë, nga sa asaj duhet përmbushje emocionale apo. Burrit nuk i duhet përmbushje emocionale. Mashulli ka përmbushje tjetër që posa e përfundon, don përmbushet me gruan apo. Ndërsa gruaja nuk ka çashtu apo. Kjo është shkencërisht e vërtetuar apo. Don që gruaja ka për mohabet, për ta kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tek Aisha radhiyallahu ta'ala anha, apo edhe ka pasur më fali, ka thonë am lën më fal. Pse i ka am lën më fal? Për shkak se gruaja ka nevojë për burrin me mohabet, apo. Ai burri në shtëpi është, nuk pejgamberi unë në shtëpi ti punë tu. Ja, nuk është unë që ti jam, nuk ka prezenca fizike kërkuar, po është prezenca emocionale kërkuar apo. Ai është kërkesë e gruas, është Allah ka kriju gruan apo. E ka kriju tillë apo. E ka kriju tillë. Prandaj thymja e kësaj din skajshmëri, ignorimi i kësaj është thyrja që vjen deri te ndarja apo. Ai ka më pejgamberi son që me kujdes për gruan, edhe mos me tentu me drejtu në ato që Allah ka të çasi formë ka pa Allahu te lavaro. Do me drejtu kime e thyja apo. Do më kimi janë ndryshu formën, po jo me drejtu kuptim se është shtramt. Jo në këtë kuptim. Po në çet formë Allah ka kriju. Don ti tash me ndru formën, ti kime thyja apo. Nuk bën me e formatizu gruan në standardet tuaja burnore. Jo se ka fare Allah me standardet tua apo. Prandaj edhe burrin me u formatizu në formë gruas dal shumë domthon i papranueshëm apo kupton. Edhe e kundërta, se Allah ka fal formë të vet të brendshme. Respektimi i formave që Allah në ka kriju është ajo që garanton jetë lumtur bashkëtorë. Gjithashtu thotë autori dije thotë se nuk është nga sjellja e mirë me gruan mos më i bë zullum. Do ndikush po sjellja e mirë me gruan pse nuk e shqetëson, nuk e bezdisi. Shikoj autori nuk e bën kët veprim standard pranueshëm për sjellje të mirë. Po cila sjellje e mirë? Thotë ti me kuni i gatshëm me i duru bezit e saj apo. Që kjo sjellje e mirë apo. Se kur ti s'bën kaq, ti trash ti ke rujt vetën tonë për gjinat. Apo kjo është sjellje e mirë. Sjellje e mirë është kur dikush të provokon e ti tani e trajton me sabër, e trajton me falje. Që tash e ka dhënë sjellje shumë apo. Se unë për shembull unë jam burr i mirë se më dosh komujt më adhit në shuplak apo. Jo, ti okay, mua tani kjo është konzullëm. Apo kjo është tani situatë më e komplikuar. Në sjellje e mirë çka është kaful ada. Kur ti e përmban veten tonë edhe nuk e kthen të keqin me të keq. Çka sjellja e mirë apo? Prandaj nga sjellja e mirë nuk është mos sulme, po është në kuptim fillestar apo. Por është, domthon, durimi, është falja, mëshira, butësia e kështu me radhë. Gjithashtu autori ka përmend edhe domthon pjesën intime të aspektit të trajtimit emocional, përkthjeleve, fjalë të mira, këtë ato që mund me përkthel gruan në aspektin e saj emocional dhe përmbushjes saj emocionale apo më. Prandaj edhe thot normal në këtë aspekt të një lloj relaksi emocional, thot mos më tepru apo. Çfarë kuptoj mos më tepru? Domthon mos më i kalu kufeta asaj që e ruan autoritetin e gruas, autoritetin e burrit të gruaja. Për shembull, njëri mos më ka kuptuar, po për shembull është e kërkuar me gruas me thon fjalë mira apo. Po jo asi çasi shkrimi apo që më ron njëri desha drejtë atë që tani e hub autoritetin apo. Do si atë kurrë burri ka një standard që e mall apo. Lëshim pak më të madh fjalor e ka gruaja në raport me burrin. Sa nga ajo tolerohet një farlloj vërshimi emocional apo. Ama me pas burri vërshimi emocional është tani koha problematike se nuk është natyrë e tij dali pa natyrshëm, po vetë edhe i degraduar apo. Shikoj çfarë detajesh do në rrugën e kon shumë ansore, po të rëndësishme për me rujt autoritetin, burri me rujt një farlloj, domthon, s'po them me shit burrni, po me treguar atë aspektin e dallimit dhe përmbajtjes që ndoshta gruaja nuk e ka opton. Edhe kjo është e mjetë e saj, nga se Allah që ashtu të ka bua ato të përshtatshme edhe të tërheqëse për burrin e saj. Andaj gjithçka më kon brenda kufit. Thotë gjithashtu edhe domon me qenë burri, me qenë i drejtë në xhelozi. Don xhelozia është e kërkuar. Po dyshim, nëse s'ka xhelozi, atëherë s'ka dashni, s'ka përkushtim, s'ka kurrë. Por me kon mesatar. Jo xhelozia që shpije deri në dyshime. Don fatkeqësisht në rrugë mund vinë ankesa edhe për situata xhelozi të tmerrshme, edhe të gruas për burrin, edhe të burrit për gruan apo. Nëse jeta bashkëtorë nuk ndërtohet në mirë kuptim dhe në mirë besim, dhe duhet që me u vërtetu çdo lëvizje me betim e me dëshmi, kjo nuk qëndron më.
Nuk është kum këtë bashkëtorë. Pasha Allah ku e kon, pasha Allah që të kon. Vallahi billah. Sa është kjo mo që rrihet më apo. Ose për shembull ndi raste të vërteta që ju kanë ndodhur për shembull që burri ka vendosur kamerë brenda shtëpisë e për cilë gruan se ka thotë ka cilë çdo sop ka shkon kjo. Kjo është zullum. Kjo është zullum apo. Kjo s'ka lidhje kjo me xhelozi apo. Ti nëse dyshon se është në fal shprehje pa morash me çoje. Ama çu she mon gruan peng robe mon ti me vëzhguar në momentin kur shkon me që kaq kjo është e tepërt apo. Kjo është e tepërt. Andaj e mojnë me njëre, këna qenë në takim nej me Shekhe Albani, rahmetullahi alejhi, në takimet e ndershme që në kanë dërëzut i mëret me të Jordan, e njëri për i përnëshmeve, vejtë ta nëse për shamu shkemi një banje dikun, që apo dikun musafirë edhe një fije flokë e shën toka, a duhet më ullë shikimin, fije flokë më konë diku të fëmë, Shekhe Albani që ka tha, veç hajvanit a i shkon mene që është topë, është shtazarake, nuk është normale ke punë. Të njëtë është, për shembull, adin me fije floku, mu provokua, mi shku menja, që si detale, kur heni, kjo në komë njërzore më. Apo, kjo s'po flasë veç kuptim të, dhe më hanë, mashlit, po, edhe të femrës, apo. Ase, për shembull, ka pas vetë të ulemave, nëse u konë me një karik ullën një gru, apo të autobusit, tash mas save du të më ullune, se nështë është e kalon të nëzeta, apo, këto janë iluzionet djallëzore, shejtanore, që ja çon njerëzit mend diçka të japën. Ose për se lën gruan me ul pritet stofët karrika se u kon një burr para kësaj. Këto janë këto të banale, këto të këqija që po flas për to, por megjithatë bëjnë probleme të bashkëtorë, apo bën probleme në bashkëtorë. Prandaj xhelozia dhe më shku çaq tepër, saqë e shkatërron në bashkëtorë. Edhe kur s'ka xhelozi, shkatërrohet jeta, edhe kur ka tepër, shkatërrohet jeta. Prandaj më pas mesatare. Normal, komunikimet e tepërta, lëshimet e tepërta, on normal që gruaja mund të shqetësohet. Me pa, për shembull, takimet të pa kontrolluar me burrat me kolegët e dalët ose të gruas me kolegët e punës në shkojnë pushime, magjik xhelozon njëra, kjo është për të ishte standardi apo. Mirë, po mënej me pas dyshime të caktuara ose ngarkesa këto janë të panevojshme. Andaj po mënej që që thotë autori, po duhet me pas xhelozi, por xhelozia me kon brenda standardeve me kon e pranuar. Gjithashtu edhe thotë me pas dhe maturi në xhelozi, po edhe me pas maturi në shpenzim. Jo me kon, domthon, luks i teprum apo edhe llastim, por jo me pas shtrëngim apo. Qase e dini, Hindi është anku tek pejgamberi ason për dështrëngimin e Ebu Sufjanit. Domthon, din çfarë drejtë ka qenë shtëmur Ebu Sufjani? Domthon, nëse është normale me hongër 3 herë ditë në buk, ai ka më një herë në ballë. Dhe çuni sabat dhe ka pak, unë tash po e parafrazoj mohabetin, po ajo është anku për sa elementare, sa elementare që kanë, në buka, në ushqimi, vesh mbathja, që to janë ato. Ai ka hani drejt mirë, edhe çaj aftën. Ma kanë nevojë për tjera ato. Ose për shembull hani, por edhe ja ka kufizuar ushqimin. Një lloj, ja hani çto ja kanë një ekonomi përzi. Për shembull buka shkon me ushqim bashk, qoftë për shembull diçka që është në kuptim të langshëm ose kuptim të thatë kështu më radh. Ndërsa mbathja për shembull, se ka pakun. E ka një pejgamber khudhi bil ma'ruf. Merr piti pa vet, edhe plotësoj për kërkesat e tua dhe të fëmijëve tuaj. Ai më ka njëri domon detajis din ato të drejta apo që tu do me juve me ta borç me ta mos u përmend familjes kur sa ke shpenzuar për ta. Mos u përmend. Banu menaxheri i duhur, po menaxher situatën me kujdes, me ekonomi të pranuar, buxhetore çfarë e ki, pa të kalime, pa i borxhe të mëdha për familjen, por edhe me kon, domthon, ai që e shtrëngon ndonjë drejt sa që domthon çdo cent i umat, çdo domthon sa të talent bukën fët, tu e përmend, unë ku marr që u mblej ta meshë ku mblej ka do 5 euro, po jo mora 7 euro, i shtova 2 euro, ma veç hani mire. Do në teshën që ja blen, ja u gërdita, me përmenet te për ta, zbën me konë është do. Me konë njëri për me konë dërdhënës me familjet e të nga se i kalzova me jetë, parja me e mirë që ja për familjet tonë, gëzimi më i madh për shpenzim, për hedije që ja për familjet tonë, edhe njëri me konë këtë aspekt shumë i kapshëm, shumë i butë, shumë i mirë, po jo me tepru për te i nevojës. Pastaj thot e shtata është që burri me ditë rregullat e ciklit menstrual të gruas. Sa interesant. Me ditë gruaja burri. Jo ka me ditë burri apo.
Burrit mbi të rregullat tonë, nga se kjo pastaj varet në ndërtimin e raportit me gruan e tij. Apo, me ditë për shembull, nëse gruaja kushtimisht po them, nuk e ka të qartë pastrimin, që ka detaje shumë të, ajo dëmi do rregulla që i ndihmon me ditë se o pastru, apo s'u pastru, apo. Ose për shembull, gruaja nuk e pastru, thotë, "Ja, pastru." Jo, me ditë, do rregull me ditë, jo me komplemon kë ka pse na përkat ne veç. Jo, nuk na përkat në detaje të caktuara që për të gruas, është normale. Se cikli menstrual dhe lehonia kanë me gruan. Po burri nuk më kon gjahil komplet në këtë aspekt, nuk din as në rregull cikli menstrual që din që është çështje e gruas apo. Nuk ka çështje apo. Do rregullat me ditë, me kaluar për cikël caktuar trajnimesh ose me lexu ose me pyet, rregullat e përgjithshme me ditë, për shkak se nëse gruaja harron, ky e plotson. Ose ka mundsi, për shkak gruaja nuk i din mirë, se nuk ka përgatitje të mjaftuar fetare, burri mëson. Se kush jam mëson në esencë gruas vet fen, në esencë burri mëson apo. Andaj edhe kjo është pjesë që mëson ato që detaje që mi ditë apo. Gjithashtu thotë nëse ka më shumë se një, me koni drejt, i kujdesshëm. Kjo është temë që pika 8, pika 9 thotë en-nushuz. Çka është en-nushuz? Rebelimi. Nëse gruaja rebelohet, burri duhet me kon i kujdesshëm në këtë sjellje. Duhet me ndërmarr masat nga rebelimi, por me respektu nivelet e reagimit apo. E dini që në nivelet e reagimit apo. Me para është me fole, pastaj është niveli i parë është niveli i parë është zbehja e komunikimit, niveli i dytë pastaj hapton edhe distancimi, pastaj niveli i tretë është një farë reagimi pak më kushtimisht më direkt që shpreh pak kënaqësinë në raport me sjelljen e saj, e që nëse gjitha këto nuk janë të aplikueshme, nuk ndikojnë, atëherë ka edhe tjera opsione që duhet më shikuar qoftë edhe me ndarje apo. Prandaj e ka pranuar autori se është çështje e burrit me ditë me menaxhuar rebelimin e gruas. Se ka shpesh fatkeqësisht në gruaja mund të rebelohet për arsye të caktuara apo. Mirë po, pa aftësia e burrit me menaxhuar rebelimin e tensionon situatën e mashkull vetë rebelimi apo. Më shumë ka tensionuar situatën me reagim sa ajo që e ka tensionuar me rebelim. Andaj me koni kujdesshëm që duhet me reaguar apo. Që keni pa dini pejgamberi alayhi salatu wasalam, domthon ka ndërmarr masa në raport me gratë e tij. Ka pasur situatë ku nimu i det çu ka afruar. Nimu i afruar, ka marrë masa. Që tash fillim, s'është jeta më jetë utopike. Na kurs na pas të lash, mund të ndodh. Po në esencë ka probleme, ka fërkime, ndodhen se jeta është e gatë, lloj situate ka normale është apo. Andaj duhet me koni i gatshëm me ndërmarr masat e duhura, me reagu që duhet, me maturi, me që kjo është ajo që i takon burrit apo. Gjithashtu normalisht autori thotë që edhe rregullat e marrëdhënieve intime pas parasysh, se këtu ka rregulla, ka kur bën e çu s'bën, se normalisht çështje që ndërlidhen me dispozitat juridike apo. Thotë gjithashtu opton do me pas kujdes në situata kur gruaja nuk lejohet më prek që me pas kujdes mos më rën haram të madh e kështu me radhë. Pastaj thotë adabul wilada, rregullat që duhet të pas parasysh tek çështja e lindjes. Tash e ke po shkon duke e gradualizuar, apo martesa, pastaj përzgjedhja, pastaj rregullat, tash nëse vije deri tek fëmiu apo. Nëse Allah i forcon me fëmijë, thotë janë 6 rregulla që ne pas parasysh. Apo nëse sa bukur i ka organizuar nëse ke këto mësime me 10 apo që më lezu, s'mund të bukur me jetë organizuar. Ky ka bënë paragrafin 1 nga 2, ti ka përmbledh këtë çka duhet ty çtu i kia apo. Tash aty me i argumente xilaf të ulemat, peqëtime rregullave, besoj që mund me dal 200 faqe libra, 300 faqe libra. Duhet ka gjë shumë studime bëpa. Ky ti ka përmbledh, për çfarë duhet ty i ka përmbledh apo. Janë të verifikuar me argumente, edhe janë të qëndrueshme në trajtimet e dietarëve. Ai shumë është trajtimi i rëndësishëm të vëllezër që për një çështje kaq më rëndësishme ti këtu rregullën pas kaq të përmbledhura me një vend dhe kaq të struktuara edhe të graduara që duhet. Andaj tek fëmijët të çka më pas, sot e para më pas të fëmiu, domthonë mos më pas dallim në gëzimin e tij mes djalit dhe vajzave. Mu gëzon njëjtë. Ai xahileti që është, a çika, thonë çu njerëz të kanë pas apo një farë zban më pas. Kjo është ignorancë. Besimtari gëzohet për vajzën, që gëzohet për djalin, gëzohet për për vajzën. E ka falë Allahu te bartala, prandaj Aisha radhiyallahu ta'ala kur e ka lëmu se ka lind filonja, as nuk ka vet çka është, as nuk ka thon e boft Allah besimtar, po ka thon është shnash, se për çit fazë që është më rëndësi. Apo se tar besimtar zvin beba, as besimtare atë divin kur i bën 15 vjet. Apo me kohën e devotshëm, tash me kohën e shnosh, shnash,
Me aq sa kanë ditë me vlerësua shnosh në kohën e tyre. Edhe tash ndror, me rëndësi me kon shnosh, me kon mirë, vallahi. Të tjerët pastaj nuk dihet cili të bën më shumë hajër, cili të bën më shumë bereqet. Ja dim që kujdesi për vajzat është kogja i vlerësuar tek Allahu më shumë se kujdesi për djemt, apo? Për shkak se me vajza njëri me 2 e me 1 shkon në xhenet apo. Me djemt duhet kogja kallabllaka, duhet kogja mulot me ta me mujt ata me qenë në xhenet se ti me të quat në xhenet është kogja punë apo. Prandaj është çështja e vajzave është kënaqësi e madhe. Është kënaqësi e madhe. Pastaj edhe disa pediatrë kanë përmend se kjo është çështje ansore apo më veç kanë përmend se lindja kur gruaja e Imranit në sura Al-Imran apo ka kërku fëmijë që kujdeset për xhamin, Allahu azza wa jalla ka thënë Mariamën. Mariama ka qenë vajzë në shpërpudhje totale me njëjtën e saj, apo? A ka qenë shpërpudhje totale me njëjtën e saj. Aja ka dashur domthon me pas një fëmijë që e jep kurban për Zotin e vet, që kujdeset për xhami. Ka qenë kur ka dalë kanë inni wada'tuha untha. Ato në linda vajzë, apo. O nejse dhekaru kal untha, djalë nuk ka sikur se vajza. Nuk ka sikur se vajza në situatën që po na duhet neve. Ne po na duhet për xhamia, vajza për lëmë kontash, unë ku mund jet. E po në fund të ditës që thotë apo, ai ka dalë vajza më e mirë se 100 djem pa pas. Po, që shija ka dalë e përzgjedhna dunjos, 4 gradë përzgjedhna është Mariemi apo më. Pastaj ka lind asnjë grun dunjos ka lind se ajo apo. Pra prej Hawas atje alesa. Te i gruaja mron dhe gjykimit asnjë grua nuk lin si Mariemi apo. Ku e din dikush hala atë? Shika, ti ke lip djal për çita. Allah ta çik për diçka më shumë se çaja çik kështu do të thonë 100 djem me kry. Ose kundërta. Ai në udhë bilan njëri me pas kësi lloj përgjedhësh ose kësi lloj preferencash apo jo djal jo diçka. Po i kënaqsh me caktimin Allah ta gjithë gëzohet, edhe që kjo është ajo që Allahu xhallahu ka ndëruar me ta. Gjithashtu domthon ja vendos emrin e mirë se është padyshim obligim i babës dhe prindve, domthonjë që më përzgjedh emrin e mirë sikur se ka thënë pejgamberi, emrat më dashur tek Allah janë Abdullah edhe Abdulrahman. Gjithashtu nëse ka emër të papëlqym, duhet me ndrua. Pejgamberi ja ka ndruar emrat fëmijëve kur kanë pas emra jo të mira. Gjithashtu të ndrua me ather akikën, që është e njohur për djalin 2, për vajzën 1, pastaj rregulli 5 është don me bëhet tehnik, do me vendos diçka amël ngoj e pastaj me ali bust ose ngoj me vendos, kjo është e mirë, e bën prindi ose dikush që ti e preferon me kon çështja e parë që e merr nga goja e dikujt që mund të ketë bereqet inshallah binillah. Edhe djalin padyshim sunet me vë, është nga ato që burri e kërkon. Edhe e 12 që i takon burrit, se kjo ishte e tham fillim 12 i takon burrit, kjo ishte 19 në raport me fëmijën. Edhe 6 që i takon burrit në raport me fëmijën. E 12 në bashkë që takon burrit është edhe çështja që ndërlihet me shkurorizimin apo. Ne dini që shkurizimi në esencë është në dorë të burrit apo. Me shta ka besu Allahu xhallahu ala me gjë e mirë apo. Edhe kujdesu mirë, mos bë padrejti, edhe gruaja nuk bën me kërku asese domthon ndarjen. Se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ai gru e cila e kërkon ndarjen. Ka një hadith min gairi ma bas. Don min gairi ma bas i bën që ai nuk ka që s'ka kurrë. Po nuk ka çat siklet më me kërkush për zemrën. Çka sa burrë më vërtet. Ai mund të pas në ankesë. Po ankesë mund të më lajë me diskutim me sabër, mund me kalu apo. Jo, ai insiston veç më dopta. Ja, masim ma ka thonë që të fjallë, masim ma ka bojë që ta, unë e mu sëri me këta. E ka thonë pejgamberi, aja gru që kërkon për situata tila ndarje, pa në siklet madhë, që në me nuk vazhdojt i të bashkëtore, thot, pejgamberi nuk ka me ndëgju erën e xhenetit të bashkë. Kjo është, ka që kërstu usame. E ka kërstu dhe burin, për zullom që i bënë ose që i ndonë grunë pa bigajra, ka zullom i madhë kjo. Dhe 2 part janë të kërstume që me pas për asysh në çështjen e shkurizimit. As nuk bën burri me e detyru gruan me sinë vet me kërku ndarje, po as nuk bën gruaja me sinë e saj me e detyru burrin që s'ka ka me shku pas me shku. Nga se kanë gruaja mund me bëj veprime të tilla që do mund ta bëj burrit, andaj bën situata të caktuara që e detyron me bën ndarje ose e kundërta. Prandaj me pas parasysh rregullat e shkurizimit çysh duhet me funksionuar. Dhe çysh duhet me kon gruaja në pat me burrin apo.
Në këto ishin ato që kanë bëjmë me burrin ndaj gruas, edhe gruaja ndaj burrit në esencë është domthonë respekti dhe dëgjimi dhe nënshtrimi. Ka thonë hadithia e Ebu Umames radhiyallahu ta'ala anhu, Ebu Umame al-Bahili radhiyallahu anhu nga sahabët e pejgamberit ka thonë, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thotë, nëse kesh me ju leju dikujt me bë sejdë dikujt, pas Allahu xhallahu ala, do të ishte sejdë e gruas në raport me burrin. Të ndërrohet vëllazër, për thotë ka thonë pejgamberi për shkak të hakut të madh që ka gruaja në raport me burrin. Do gjeni kur flasim për këto hadithe, pejgamberi flet për burra që domthonë një me e kam plotësu burrin e tyre kujdesin, këto domethë e ka përmendur atë, okay, po. E një me kur njëri me që si sjellë, po një burri domthonë komplet i papërfillt, nuk ka kujdes, i papjekun. Në fund e bën këtë hadith, ka thonë pejgamberi thonë se ty as në kom zbën me të nesë, jo në sejdë, po kupton. Fatkeqësisht nga papjekuria dhe nga shpërfillet që ja bën gruas, on se meriton, nuk e meriton ato. Prandaj nuk dua dithe që bojnë për obligimet e burrit ndaj gruas ose obligimet e gruas ndaj burrit me imazhe të absolute. Po jo, këto shkojnë të kompletuara, një me të plotësohen. Ky e bën këto, ky e bën këtë, tani e marrin mozaikun e kompletuar të ndërtimit të jetës bashkëtorë. Po jam e kuptuar se domon çaq ka, domon respekt burrit te gruaja. Edhe ka hadithe shumëta domon në këtë aspekt. Që duhet të pas parasysh gruaja se çysh e respekton burrin e saj. Dietari, autori bën disa forma të respektit. E para është, domethënë, thotë es-sitru was-siyana. Çka i bën es-sitru was-siyana? Don duhet me mos pari nga respekt ndaj burrit është me mbulu. Çka bën mbulu? Mos me qit metët e shtëpisë jashtë. Mos me përgoj burrin te shoqët e saj. Mos me rregu, po duhet brenda shtëpisë. Të kanë ndodhur, kena probleme i diskutojmë. Po jo me dal poshtë përpetë me folë me një dunjoja apo kush o burri i saj çka bën ose nona e burrit ose baba i burrit larg asaj. Nga treguesit se gruaja respekton burrin është ruajtja e gjuhës. Është ruajtja e gjuhës. Gjithashtu edhe thotë mbikëqyrja dhe kujdesi për familjen. E dyta thotë el-qanaa, të jetë e kënaqur me atë që ka burri. Unë kam mënuar që kur të martohem ti na bën një shtëpi që sot e bën një kerr, kënaqem me caktimin e Allahut. Domthonë burri ka për obligim të punu, me sjell gruas, e çka më jetë apo, me përmirësu standardin jetësor, me përmbush është e kërkuar. Mirë, po s'ka njëri. Po më detyru me shku me marr kredije, me shti borxhe, të lashëm se Allah bëj çka dush, ama na pushim këna me shku afën. Jo, unë e kënaqem. Që kjo është burri, elhamdulillah me halal, unë më kënaqem. Nuk ka vallahi të ndërmjet respekt më i madh për burrin nga ana e gruas tij se ajo me qenë ndihmëtare e tij në çështjet e kujdesit familjare. Jo me kon pengesë ose barr për të. Edhe thot autori se burrat në të kaluamën kur kanë dalë për shtëpive të tyre, i kanë përcjell gratë për punë. Se gratë kanë me punë të tyre, burrat kanë dalë në punë, i kanë thonë gratë burrave, ruju mos na sillni haram. E durojmë urinë, po nuk e durojmë hidhnimin edhe dënimin e Allahut dhe lëvala. Dhe sa është po buni kjo inkurajuese të rrozë. A din sa është kjo për ta vallahi frymëzuese kur dën që të shtëpia ka dikon që a din inimon shumë halal apo. Ama kur ka presion të shtëpia, ka presion punë, ka presion të nënt, ky person padyshim dikun ka më sportive me kap haramin, çfarë do formë koft Allahu na ruaj. Edhe thot nga respekti i gruas për burrin edhe nga rregulla që duhet pas gruaja është mos me të prunë shpenzimin e pasurisë. Mos me të prunë, po me qenë që menaxhin pasurinë edhe burri dhe me shpenzu na duhet për këtë punë tjetër. Do me kon ekonomiste që e ruan pasurinë edhe respekton djersën e burrit të saj. Po edhe pasurinë e saj nëse ka me rujt, jo me shpenzu nga se çdo shpenzim është realisht është mentalitet edhe është mënyrë e shejtanit për me e dhënë pas donjos apo. Nuk duhet padyshim me fund shtëpi të burrit askën palen e burrit, moshë shumë me dikon që burri nuk ka çef moshë me të. Normal se është drejtë e burrit me caktu, gruaja me konkomenet. Pse? Për shkak se çdo takim i gruas me dikon që ka mundësi ndoshta me ia ndryshu çastin e gruas në burrit sen, është në shpërputhje me interesin e familjes apo. Dhe ti mundohesh me ndërtuar një familje, me edukuar një familje, me punu me halal, vjen dikush thotë marrësh burri jam valla ka marr çto ka marr do bash to kena një kredi që alhamdulillah kanë dhënë mobil të shtëpisë edhe vjen gruaja të bën presion. Është e drejtë e burrit më thonë që me çit gruas rrim hapën. Aja gruas la domon realisht ose ajo shoqni që gruan e rebelon ndaj burrit e mëson mos me ngu burrin
do thonë ti si rrap, ti si kështu apo nuk ka shoqënia për të mbëruar. Një grua që domthon mëson nga gra të tjera çysh duhet mos me nguburën, nuk bën me me ta. Kjo është e premë dhe qartë. Gruaja me me ato gra që e mësojnë me pas frikë Allahun, me adhuru Allahun, me përmesu dhikrin, me përmesu raportin me burrin e saj, me qenë përkushtuar ndaj burrit të saj, e kështu me radhë. Si edhe burrit me një stil, jo mënyrë që e detyrojnë burrin, apo që me koni dhënë shumë ose me qenë domthon i padrejt me gruan e tij në familje. Gjithashtu thot autori, në esencë gruaja duhet me qëndruar në shtëpinë e saj, ngase çaj është majdani punës së saj. Majdani punës së saj është te shtëpia e saj. Dalja e gruas për shtëpisë është e jashtëzakonshme. Madje sikur sa e ka pranuar me Kaim rahimullah, këtë në shekullin e 7 hijrit të ndodhur. Këna jena sot shekullin e 14 hijrit. Ka pranuar para 700 vite, ka thonë çdo sherr që ka ndodhur është momenti kur është nxjerrë gruaja për shtëpisë. Jo për shkak gruas, po për shkak të atyre që e kanë nxjerrë, se ata e kanë nxjerrë me sherr për shtëpisë. Se kanë nxjerrë për shkak domthon drejtave të saj, po për shkak të nevojave të tyre. Apo gruaja ka dalë për shtëpisë për shkak të drejtave të saj, apo për shkak të nevojave të atyre që kanë për jashtë. Dihet kanë pas nevojë për me shfrytzuar forma tjera edhe nxjerrë për shtëpisë. Kur dal gruaja për shtëpisë, don ka u shtëpia, ka u familja, ka u edukimi, shumë tjera. Prandaj të ndërvozën do të pas parasysh. Po ka raste kur ka nevojë situatat e caktuara larg asaj, shkollimet e këto i kena parasysh. Po nuk duhet me kon prioritare për gruan, domthon të menduarit jashtë shtëpisë. Prioritare për gruan me kon të menduarit brenda shtëpisë. Qysh burri për shkak kur mendon për punën e vet, ku mendon ai? Mendon shtëpia jashtë shtëpisë. Burri mendon jashtë shtëpisë. Tash kam shkuar te kë, ti çton punë e bledh. Burri ç'të mendon? Burri mendon kundërta. E çështë ata plotësohen mes vetëm. Andaj që kjo është ato që e ka përmend autori, pastaj thot normal, duhet me qenë halama e përkushtuar në shtëpinë e saj kur burri nuk është në shtëpi. Në gruan e esencë nuk va me kon shumë që del jashtë. Po dal për arsye të autori ka punë vetë. Po veçanti kur burri mungon, duhet me kon shumë e përkushtuar nga se i ekspozohet shumë lehtë don provokimeve ose çfarë bëllin etiketimi të caktuar, apo se ka burrin tash, më lehtë folin për to, ka shku, ka dal, me rujt vetën, se me rujt moralin, me rujt nderin, edhe me rujt namin edhe imazhin e burrit të saj apo. Normal, pastaj edhe kujdesi profesorin për nderin, e gjitha këto janë pjesë e respektit të gruas ndaj burrit. Edhe me këto këshilla, don autori e përmbyll këtë kapitull që njeri të jetë i kujdesshëm, domethënë në ndërtimin e jetës bashkëtorë. Po në fund e ka përmend në rresht miku me pranë, e ka pranë që gruaja nga respekti për burrin është më respektuar edhe prindët e tij dhe më respektuar familjen. Jo me kon sebeb i acarimit, po me kon sebeb i afrimit. Edhe nëse burri nëse s'ka punë mirë me vëllain e tij ose me motrën, por ato caktuara shejtani ka ngacmu, gruaja do me kon që i pajton don burri jam vëlla e ki, burri jam motrë ki, çu po shkojnë aty. Jo me kon e kundërta. Qysh ndodh për shembull, apo më thonë që ai burri largohet pi vëllat 10 cm, gruaja tani thotë edhe 2 metra se pak ngati toneta, apo kjo s'bën me kon kështu. Ai do debate që sot ngjallën, a ka obligim ja kthyr babën a nonën kështu me radhë. Këto janë debate domthonjë që e dëmtojnë jetën bashkëtorë. S'po them që gruaja me kon robnesh larg asaj mi bë këtë kabilës ti hizmete me kon e mbyllur larg asaj, jo kështu. Por edhe një shërbim i caktuar, një kujdes, një drekën se u bëna në tërë që u lëm po kiameti po prende burrit, a çka që kjo hizmetime edhe. Ai më thonë që këto debate që po ngjallën fatkeqësisht janë debate që janë të imponuara nga kultura të huaja, nuk janë kultura e mësimeve tona që i ka përmendur autori. Këto mësime që i përmend autori te kapitulli i jetës bashkëtorë, Allahu na dhash të jetë lumtur bashkëtorë, Allahu xhallahu bashkërt të mirë për gratë tona, edhe edukator të denj për fëmijët tonë, po dhe gratë i boft Allahu të dinjitetshme edhe të respektueshme ndaj neve, në frymën që është Allahu i kënaqur e në ndërtimin e përbashkët të jetës bashkëtorë, Allahu qoftë i kënaqur me neve e familjet tona në banor të xhenetit. Kaq të ndrozur, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.